Bleu shtëpi për vetëm €1 në Itali, detyrohet ta braktisë, nuk do ta besoni arsyen. Një person I cili bleu një shtëpi të rënuar në Itali për vetëm €1 I duhet të braktisë projektin pasi nuk mund të gjente punëtor për ta ndihmuar atë në rinovimin e shtëpisë. Sipas mediave të huaja për të përfituar shtëpinë, I vetmi kusht ishte që blerësi të rinovonte shtëpinë brenda 3 viteve që nga dita e blerjes, por kjo gjë, siç duket, ka qenë tepër e vështirë për 58 vjeçarin. Mungesa e fuqisë punëtore ka goditur industrinë e ndërtimit të Italisë muajt e fundit, aq sa deni një kuzhinier që ka punuar për fondacionin 15 të James Oliver nuk mund të gjente askënd që ta ndihmonte të rinovonte shtëpinë e tij të ëndrave. Për këtë arsye I u detyrua që t'i shiste pronën një agjencie pronash duke I kthyer pagesën prej €1. Duke folur për mediat e huaja I tha, ishte shumë e vështirë të gjeje një ndërtues dhe me kalimin e kohës shtëpia u përkeqësua. Megjithatë ai bleu një shtëpi tjetër të lirë, të herë për €8.000, e cila kishte nevojë vetëm për pak punë.